Alban Skënderaj ka përmbyllur një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe më të komentuara muzikore të këtij viti, koncertin e tij Motiv, i cili u zhvillua me 4, 5, 6 dhe 7 dhjetor në sallën Një Tetori në Prishtinë, duke mbledhur mira pjesëmarrës mes një atmosfere që të i kaloi çdo pritshmëri. Gjithçka nisi të mërkurën e javës që lan pas, kur këngëtari mbajti një konferencë për media, duke prezantuar konceptin e koncertit dhe emocionet me të cilat po e priste këtë projekt. Që atë ditë u kuptua se po vende diçka e madhe, por pak e imagjinonin se sa fuqishëm do të përgjigjej publiku. Patjetër që ishte e detyrueshme që ky koncert të vinte në Prishtinë, ku është patjetër bashkë me Tiranën qyteti kryesor, por për shkak edhe të ndoshta hapësirave, kushteve, ne kishim dilemat tona se si ta sillnim, duke qenë se është një koncert që patjetër që interesi ishte shfaqur, të dije që kishte nevojë për pak kapacitet, megjithatë ne vendosëm që të mos mungonte në Prishtinë. Prandaj dhe u përshtatëm me sallën Një Tetori, që për hir të vërtetës është sallë shumë e mirë dhe me kushte shumë të mira, por me një kapacitet të reduktuar. Tani që të jemi sinqert, neve menduam do bëjmë 2 net. Domethënë te 2 net ishim konfident edhe tam okay, nuk do bëjmë 1, do bëjmë 2. Po që do bënim 4 nuk e prisnim, unë nuk e prisja, kështu që kjo për mua është një rikonfirmim tepër i rëndësishëm për dashamirësit e muzikës time në Kosovë dhe të gjithë adhuruesit e muzikës time në Kosovë, që jo sot, po prej më shumë se 20 vitesh tashmë janë shumë të qëndrueshëm besnik, edhe unë jam tepër i lumtur, po edhe shumë mirënjohës. Kështu që këto do jenë 4 net që ne do mundohemi të 4 të jenë njësoj në kuptimin e energjisë dhe të gjithë spektaklit që ne duam të dhurojmë. Dhe është pak sfidë, se gjithsesi është një shfaqje gjatë që zgjat gati 3 orë, kështu që por neve jemi gati këtë herë, jemi përgatitur shumë mirë. Do jetë e njëjta renditje e një njëjti show 4 net, sepse është sikur të bënim një show të madh, siç thamë, për shembull stadiumin, dhe kemi ndarë në 4 copa, në 4 pjesë. Kjo është për t'i ofruar publikut të njëjtën gjë çdo natë, është i njëjti repertor. Do ketë edhe disa të ftuar nga bashkëpunimet e mia, që unë zakonisht nuk dua t'i promovoj dhe i lë kështu si surprizë, dhe kështu që ata janë pjesë e rrugtimit tim, edhe jam shumë i lumtur që i kam të gjithë dhe që më nderojnë në këto momente kaq të rëndësishme të karrierës time, kështu që kjo është një shfaqje, siç thash, shumë kompakte, ku nuk publiku, të paktën me sa kemi testuar deri tani, është gjatë gjithë kohës i fokusuar edhe pse është e gjatë, kalon koha kalon shumë shpejt. Nga dita e enjtë e deri të dielën për 4 mbrëmje me radhë, skena e Motiv u shndrua në pikën qendrore të muzikës shqiptare. Çdo natë publiku mbushi hapësirën deri në detajin e fundit, duke krijuar një energji të jashtëzakonshme, që u ndjej që nga kënga e parë e deri te e fundit.
Alban Skënderaj performoi hitet e tij më të njohura, këngë që prej vitës shoqërojnë publikun dhe janë kthyer në pjesë të pandashme të kulturës muzikore shqiptare. Interpretimi i tij solli emocione të freskëta çdo natë, duke krijuar momente të fuqishme për fansat që e kanë ndjekur për vite me radhë. Por dashurin, energjin, atë energji që ju shkëmbeni me muzikën e Albanit, unë realisht rrallë kam parë një publik. Një nga pikat më të komentuara të këtyre netëve ishte prezenca bashkëshortës së tij, këngëtarës Miriam Cane, e cila u ngjitet në skenë për disa nga performancat më të ndjera të mbrëmjes. Duetet e tyre u pretën më shumë duartrokitje dhe sollën një dimension tjetër emocional, duke vërtetuar edhe një herë kimin e tyre artistike dhe atë romantike. Në skenë mund gjetën edhe disa nga emrat më të njohur të skenës shqiptare. Ledri Vula, Erget Dota, Capital T, Ellen L. Çdo artist solli energjinë e vet, duke e kthyer çdo notë në një përjetim të veçantë. Të gjithë bashkë ndërtuan një mozaik muzikor që bëri motiv të tingëllojë si një festival shumë ditor, jo thjesht si një koncert. Koncerti Motiv u përmbyll të dielën duke lënë pas 4 natë që do të mbohen me anë gjatë, me një prodhim të realizuar në detaje, me energji të pakrahasueshme në skenë dhe me pjesëmarrje masive. Ky projekt u vlerësua si një prej sukseseve më të mëdha të karrierës së Alban Skënderajt.